Kryebashkiaku i patosit Fatjon Duro ecën në të njëjtën linjë korrupsioni që i la paraardhësje ti Raimonda Balilaj. Parat e infrastrukturës ndahen me tendera të manipuluar, ndërsa bashkia i ka rrugët si në Gaza. Rruga e Kripallarëve është dëshmi se si ka shtrirë këmbët oktapodi Yzedim Bozhaj në buxhetin e bashkisë Patos. Nga dhjetori 2024, kur u miratua buxheti në Këshillin Bashkiak deri para disa ditësh, kanë vazhduar veprimet në Prapasken. Në qershor 2025, kur Kryebashkiaku Duro e bëri publik rikonstruksionin e kësaj rruge, banorët të zonës komentuan se ky projekt nuk ishte i domosdoshëm. Ka rrugë të tjera që janë në gjendje më të keqe. Njëri prej tyre sjell një shembull, rrugën e Rerësit. Megjithatë, dikush i uron suksese. Kështu nisi të rrokulliset plani i kësaj rruge të premtuar që kushton mbi 400 milion lekë. Kryebashkiaku e la në harrez disa muaj dhe u kujtua për prokurimin në fund të vitit të kaluar. Tenderi i bashkisë Patos me objekt rikonstruksionin e rrugëve të Kripallarëve është mbajtur më 2 dhjetor 2025. Dhe më 23 shkurt 2026, Shendelli SHPK me pronar Yzedim Bozhajn do të shpallej fitues. Megjithse, kishte ofertën më të shtrenjtë. Kompania e tij aplikoi me ofertën 33 milion lekë pa përfshirë TVSH. Komisioni i ngritur nga Fatjon Duro u kujdes që të eliminonte konkurrencën. Nga 10 pjesëmarrës në tender, 8 prej tyre u skualifikuan qysh në fillim. Mes tyre ishin ofertat më të ulta. Kështu kompania BEIS SHPK ofron vlerën sipas preventivit 33.4 milion lekë të reja pa TVSH. Ndërsa operatori ekonomik Biba X SHPK i kishte ofertën 27 milion lekë pa TVSH. Në këtë linjë, edhe Flet SHPK ka prezantuar një ofertë ekonomike me vlerë 31.7 milion lekë. Edhe kompania Rafin Company SHPK ndodhej në këtë nivel me ofertën 30.8 milion lekë pa TVSH. Po ashtu është skualifikuar edhe Bashkimi i Operatorëve Ekonomik Rruga Ura Asfaltim nr. 2 Elbasan SHA dhe Blerimi SHPK, që propozonte ta kryente këtë punë me 30.3 milion lekë pa TVSH. Favorizimi i Yzedim Bozhajt nuk është surprizë. Madje, ky është i njohur sepse pasi përfiton kontrata publike vazhdon me mashtrimet në zbatimet e tyre. Bozhaj mori përsipër të rregullonte ujin e pishëm të zonës së Kafarajt në Fjerë, dhe problemet vazhdojnë sërish në furnisimin e banorëve. Prokurimi i rekonstruksioni ujësjellësit fshati Kafaraj, Çerven, Ad, Bashkia Fjerë, u mor në dorë nga drejtori i emëruar nga Belinda Balluku, Mario Bakalli. Ky bëri një dorë me tendera dhe u largua sërish në Fjerë. Tenderi u zhvillua më 26 dhjetor 2024, pavarësisht interesit të 6 kompanive, u eliminua gara dhe u skualifikuan të gjitha ofertat përveç fituesit. Më 22 janar 2025, drejtori i Ballukut lidhje kontratën me kompaninë Shendelli SHPK, me ofertë fituese afro 520 milion lekë pa TVSH. Kompania ka përfituar mbi 120 kontrata vitet e fundit, por le të përmendim disa që në mënyrë flagrante janë marrë me korrupsion. Një nga këto raste është fusha e sportit në Valias, që u kthye në shesh korrupsioni. Më 25 mars 2025, kryetari i Bashkisë Kamës, Rakip Suli, ka favorizuar Astrid Gjikondajn dhe Yzedim Bozhajn që të marrin 2.3 miliard lekë për ndërtimin e saj. Kryetari Suli ka bërë të pamundurën. Skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Kështu e ka klasifikuar tenderin Open Data Albania. Për shkeljet e kryera, procedurës i është dhënë një flamur i kuq, që është shenjë e riskut të korrupsionit. Më saktë, ky është tenderi me objekt ndërtimin e fushës së sportit Valiasi dhe ndërtimin e godinës plus shkallaret. Për këtë projekt, Bashkia Kamës paguan jo pak, por mbi 2.2 miliard lekë. Kamza akoma nuk e ka fushën të ndërtuar. Më 2 shtator 2024, Kryebashkiaku i Gramshit, Besion Ayazi, shfrenohet duke harxuar një super fond për riparimin e një rruge fshati. Ayazi ishte një kryebashkiak i ri në post, por u mori dorën shpejt tenderave. Fondi limiti fryrë nga bashkia në këtë rast është 816 milion lekë. Nëse përfshim edhe TVSH-n, parashikoj që kontrata të arrinte mbi 1 milion euro. Këtë herë parat janë ndarë përmes tenderit me objekt rikonstruksioni i rrugës fshati Masha, njësi administrative Kodovjat, Bashkia Gramsh. Sipas të dhënave në dokumentet standarde, tregohet se kemi të bëjmë me një rrugë me gjatësi 5 kilometra që lidh fshatin me zonën e qytetit. Pa u tharë boja mbi dokumentet e tenderit në Gramsh, më 20 shtator 2024, kryetari i Bashkisë Beqin Bukurosh Maçi do të ftonte Yzedim Bozhajn. Bashkia ka nxjerrë me urgjencë nga sirtari projektin e ndërhyrjes në një rrugë që kishte 5 vjet që ishte shembur. Kështu, më datë 22 gusht 2024, është hapur gara për tenderit me objekt ndërhyrje emergjente në argjinaturën e Lumit Shkumbin, për shmanke në shëmbjes së rrugës
Cengelaj Shez, Bashkia Peqin. Kontrata u dorëzua bashkimit të operatorëve ASI 2A SHPK, Shëndelli SHPK me vlerë rreth 500 milion lek dhe ky tender ishte me flamur të kuq. Veprimet e kësaj firme në dëm të interesit publik nuk kanë kaluar parasysh të organeve të kontrollit. Në mars 2023, Bashkia e Sarandës shpalli fituese Shëndellin e Bozhajt për tendrin me objekt deriveshje e rrugëve Onhesmi dhe rrugës Adem Shema me vlerë 320.000 euro. Ish-krye bashkiaku Adrian Gurma ka skualifikuar të gjithë konkurrentët e tjerë për të shpallur fitues Bozhajin. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se biznesmeni Bozhaj ka abuzuar me zbatimin e kontratës me Bashkinë e Sarandës. Janë certifikuar punime që nuk ekzistojnë me situacione false, një praktike shpesh vjedhjeje rrallë herën dëshkuar penalisht. Në qershor të vitit 2021, Bashkia e Sarandës ka shpallur fitues Edo Construction dhe Shëndelli me objekt furnizim me ujë i zonës Baba Rexhepi dhe Luku i Dardhës, faza 2 loti përfundimtar, me vlerë 3.1 milion euro. Edhe ky tender është shënjuar me flamur të kuq, pasi nuk ka asnjë konkurrent tjetër. Kontrolli i lartë i shtetit ka konstatuar se dy kompanitë me pronar Alfred Ibrahimi si dhe Yzedin Bozhaj kanë vjedhur një pjesë parave publike. Këto e kanë bërë përmes situacioneve fiktive të punimeve të pakryera. Edhe kryetari Duro i Patosit është paralajmëruar nga KLSH në një raport në vitin 2024. Bëhet fjalë për tenderin e Bashkisë Patos, blerje asfalt beton për shtrim rrugësh. Ky tender u firmos nga paraardhësja Raimonda Balilaj. Më vonë ish-kryetarja do të dënohej për korrupsion nga GKO për favorizimin e dy firmave në tendera. Kujtojmë se gjykata e posaçme ka dënuar me burg ish-kryebashkiaken e Patosit Raimonda Balilaj, zëvendësen e saj Anisa Petani, sekretarin shkëlqim Beqiraj dhe antaren e komisionit të ofertave Eniriada Rizaj. Balilaj është dënuar me 1 vit e 6 muaj burg, ku përfiton edhe 1/3 e uljes së dënimit për shkelje të barësisë në tendera. Gjithsesi, zbatimi i kontratës për asfalt është bërë nga Fatjon Duro. Tenderi ishte me flamur të kuq për riskun dhe korrupsionit. Për fondin 33.3 milion euro pa të VSH kishin hyrë në garë 5 operator pjesëmarrës. Sipas raportit të auditimit, janë skualifikuar 4 firma dhe është kualifikuar vetëm një operator. Në përfundim, në datën 12 qershor 2023 është shpallur fituese oferta e shoqërisë Shkëlqimi 07 SHPK. Paradoksalisht, megjithëse në krye të bashkisë ishte kryetari Duro si fituesi i zgjedhjeve, firmën në kontratë ka hedhur Raimonda Balilaj. KLSH konstaton se komisioni i tenderit ka skualifikuar për mangësi të dokumenteve të një kamioni operatorin me vlerën më të ulët ASAP SHPK, me vlerën 17 milion lek pa të VSH. Ndërkohë kishte edhe oferta më të ulta, por u skualifikuan me kriterin se duhet të kishin fabrik asfalti jo më larg se 20 km nga Patosi. Dhe kështu, nga një tender në tjetrin, kryetari Fatjon Duro shkel në gjurmët e paraardhëses Raimonda Balilaj. Por për të mos shkuar më larg, Duro e ka shembullin në familja. Në korrik të 2020-s, bashkëshortja e tij, Kozeta Spatha, u emërua në krye të kadastrës së Sarandës. Më 24 mars 2022, policia e Sarandës finalizoi operacionin Heshtja 2 për të zbatuar 4 masa arresti me burg të gjykatës së Sarandës. Policia arriti të arrestojë 3 zyrtarë të ASHK me përjashtim të Kozeta Spathës, e cila vendosi të arratisë edhe të jetë në kërkim që prej asaj dite. Referuar njoftimin zyrtar të policisë, këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë shpërdoruar detyrën duke pajisur në mënyrë të kundërligjshme me certifikata pronësie disa persona për pasuri, tokë dhe prona në zonën bregdetare të qytetit të Sarandës dhe të Ksamilit. Ndërsa kolegët e saj janë në gjykim, Kozeta Spatha është larguar nga Shqipëria duke refuzuar të përballet me drejtësinë. Gjykata e Sarandës i ka vendosur Kozeta Spathës masën arrestit në burg dhe ndodhet e shpallur në kërkim nga organet ligjzbatuese. Edhe pasi korrupsioni familjar ka dalë shesh, Duro ka vazhduar angazhimin në pushtet dhe bën tendera në favor të Yzedin Bozhajt me shok.